Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 18. Data 18 është një ditë me rëndësi të veçantë sepse lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me ndryshimet që kanë të bëjnë në fusha të ndryshme, sidomos ajo ekonomike, financiare dhe takimet apo bisedime të rëndësishme që mund keni. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për sa i përket disa vendimeve të rëndësishme që mund të merrni, sepse janë vendime nga një ranë historike, nga ana tjetër mundësi që jepen tani e tutje për sa i përket çështjeve ekonomike financiare, për sa i përket edhe ndryshimeve të tjera. Por pikërisht data 18, edhe pse keni pasur çështje të mbartura më përpara për arsye të punës suaj, për arsye të ndryshimeve, por kjo është një ditë ku duhet të jemi më të vëmendshëm për sa i përket dy gjërave, në emocionet që vijnë nga gaforia dhe me mendjet që vazhdon të jetë e shpërndar nga Marsi në binjak. Nuk kemi nevojë të krijojmë më shumë zhurmë apo ajo që tashmë ekziston. Dita është më e mirë dhe më e qetë për rishikimet që për mos reaguar më njëherë dhe për të parë se cilat nga shenjat kërkojnë më shumë kohë. Nëse diçka e vonuar mund të jetë sepse ende nuk jemi apo nuk janë mbledhur gjithë informacionet që ne të dimë çfarë do të bëjmë në punën tonë, në ndryshimet tona. Ndikojnë më shumë gaforia, britçapi, dashi, peshorja dhe 10 diçit të tretë për shkak të Mërkurit në retrograd dhe binjak, Virgjëre shigjetar dhe Peshqit për shkak të Marsit në binjak, sidomos ata që kanë planetet në 10 diçin e parë dhe të dytë. Për këto shenja mund të ketë tension mes mendjes dhe ndjenjes, mes asaj që duhet thënë, asaj që duhet pritur. Dita është e mirë për organizimin dhe për mbyllur punë të vogla, për të kontrolluar dokumentat, për të mos lënë mesazhe pa përgjigje, për të sqaruar gjërat praktike, për të bërë plane udhëtime me kujdes, për të riparuar gabimet dhe për të mbajtur ritme të qetë në punë. Është ditë e mirë për pastrime dhe dieta të thjeshta, sepse na ndihmon për gjëra të rëndësishme. Ajo që do të keni mundësinë dhe kohën, mirë do ishte nëse kemi bërë një organizim ose përballë disa punë vogla dhe është në të mirën tonë, që është diçka praktike për të bërë ose për të bërë plane për udhëtime dhe për të parë se çfarë do të bëni në ekonomi dhe në stabilizime. Nuk është ajo dita e debateve për shembull, ose për të kërkuar diçka që një nënshkrim kontrate direkte, mirë do ishte të presim pak, sepse çështjet kanë bënë me ekonominë, kanë bënë me financat, dita është e mirë për të kontroll dhe për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Për punë është një ditë e mirë për të rregulluar disa gabime që janë bërë nga e kaluar, por ajo që do të keni për sa përket çështjes që kanë të bëjnë me punën aktuale ose diçka tjetër është këshilla e ditës është mos ngatarroni vonesën me dështimin. Disa gjëra vonohen sepse kërkojnë më shumë saktësi. Para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodhen në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretariaja për t'ju ndihmuar për gjërat që ju dëshironi. Duke blerë paketën tuaj, numri për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj jeni gati për të dërguar një mesazh në çdo fix aty ku shikoni Astrologu i Grupulla dhe mund të flasim bashkë pastaj nëpërmjet WhatsAppit dhe merrni përgjigje dhe si funksionon shërbimet. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit duket se ka diçka mes ndryshimeve që bën tani tutje, ku është një moment mjaft i mirë, është një moment që surprizues, do ta thosha kështu, në lidhje me punën aktuale, në lidhje me ndryshimet të mëdha që do të keni, sepse është dhe koha mjaft pozitive në biznese dhe jo vetëm. Por pak vëmendje, pak kujdes në atë çka bëhet, pak kujdes në atë çka rregullohet dhe ndikimet dhe studimet që kanë bënë, mundësitë të artë që kanë bënë, është edhe koha mjaft e mirë. Stabilizimi që ka të bëjë në lidhje me punën tuaj, sepse puna aktuale ka një kuptim mes asaj që është e bëshme dhe ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje, ku jo vetëm se keni pasur probleme të kohës ose diçka që keni pasur më përpara, po vjen një moment tani mjaft i mirë sepse janë momentet e punës, të karrierës, të ndryshimit, të ndikimit të madh që do të keni, por megjithatë, edhe pse
diçka që juve mund të nisni në karrierën tuaj ose diçka që keni pasur probleme në anën e pozicionimit të planeteve, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese, rrezatuese në atë që do të bëni. Në fushën e dashurisë, duket se ka të bëjë shumë me disa takime dhe me disa vendime të rëndësishme, siç është dashuria e munguar, është me peshore dhe me bricaptë dhe diçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Meqense shenja e demit është një nga ndryshimet, sepse nëse do lidhet me punën aktuale ose do kemi disa gjëra shumë pozitive dhe meqense juve e keni dhe si mundësi, por edhe si kohë për arsye të punës, për arsye që juve i dini shumë mirë, sepse puna ka qenë ajo që juve ju ka bërë që të ndjeni mjaft pozitiv në çdo drejtim për sa i përket karrierës suaj, por edhe një gjë tjetër që është mjaft ndikuese dhe rrezatuese në jetën tuaj, në përsosmërinë tuaj, sepse çështjet janë mjaft ndikuese dhe shumë pozitive në anën tuaj. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se me akrep dhe me luan ka diçka shumë të rëndësishme. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e ndryshimit dhe mundësive, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se tani për tani ka një kuptim shumë të rëndësishëm për anën ekonomike financiare, shumë kuptueshëm për vendimet që merren në kohën e duhur, vendime që merren për sa përket ekonomisë, për sa përket vazhdimësisë, sepse jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me atë çka juve doni të bëni, por është një ndikim shumë i madh tani. Tani është ndikimi më i madh dhe më pozitivi i që ndonjëherë, sepse lidhet me çështjet e punës, lidhet me vendime të rëndësishme dhe është një periudhë tani për tani, është pikërisht ky momenti më i artë i që ndonjëherë mbi stabilizimin dhe çështjet konkrete, por në çështjet e punës suaj dhe të biznesit, lidhe me biznesin, është momenti dhe periudha më e mirëmundshme e që ndonjëherë mbi takimet, bisedimet dhe çështjet e rëndësishme, në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me peshkët e diçit të tretë, me peshorët e diçit të parë, është perfekte. Do vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e gafores. Për gaforet, meqense gaforet tani për tani nuk është se kanë pasur çështje problematike, por kanë pasur edhe shumë gjëra të lëna pezull në të kaluarën, por vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë dhe nëse do të bëni diçka të re, nuk e diskutoj unë sepse ka të bëjë edhe me çështjet e punës së re, që keni diçka tjetër juve tani për tani, por meqense koha tregon dhe është mjaft pozitive dhe shumë e mirë e mbar në çështjet e financave, por gjithashtu do të keni edhe një problem të vogël që duhet ta zgjidhni ju çështja e gafores për këtë ditë, sepse është një ditë që vërtet mbart pozitivitet në vetvete, por nga ndonjëherë kur nxitohemi nuk na sjell ato që neve kërkojmë. Por gjithsesi mundoni që të jeni sa më të qetë në çështjet që bëni takime ose diçka tjetër që mund të keni. Megjithatë, është kjo periudhë, është ky moment mjaft i mirë në lidhje me bisedimet ose nga dreka, më thosh unë, keni më pozitiv do të thosh në atë aspekt. Kurse në çështjet e dashurisë duket se me gafore dhe me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë luani. Për luanët po është një moment mjaft i mirë sepse edhe keni disa çështje të vogla problematike, por i zgjidhni sepse juve jeni të zgjidhjes së problemit dhe jo të mbartjeve të problemeve. Por megjithatë, kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë sepse një moment juve keni edhe jeni mjaft të kujdesshëm në ekonomi, por edhe gjërat e tjera që do të keni tani e tutje është mundësia dhe koha e duhur për të marrë vendime të rëndësishme në fushën e karrierës, në fushën e punës dhe jo vetëm. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me ujorët e diçit parë, me dashët e diçit dytë, është perfekte. Luanët gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh gjithsesi kjo periudhë është periudha juaj. Do shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Meqense virgjëreshat tani për tani luajnë një rol shumë të rëndësishëm mbi anën dhe ekonominë në ndikimin e madh. Por meqense kjo periudhë është një periudhë ku do të shikohet shumë gjëra, fije flokun në dritë hënës, kur kemi thënë dhe themi, por edhe një gjë tjetër që mund të keni juve për arsye të punës suaj, për arsye të komunikimit, për arsye të gjërave që juve keni ose doni që të rregulloni,
por analiza tregon ndryshe, sepse juve jeni mjaft të dhënë mbas ekonomisë, mjaft të dhënë mbas ndryshimeve që vijnë tani tutje, por gjithsesi pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft ndikuese mbi gjërat që neve kërkojmë të realizojmë, por edhe pse na duken të vështira në një farë mënyre, por janë mjaft ndikuese në jetën tonë dhe në përditshmërinë tonë. Në çështje që lidhen me disa mundësi që do të keni tani tutje, janë mundësitë ekonomike dhe mundësitë të tjera që do të shfaqen gjatë rrugtimit tuaj, sepse gjithmonë keni një ndikim shumë të mirë për sa i përket çështjeve, për sa i përket mundësive dhe kohës së duhur. Në lidhje me dashurinë duket se me bricjap dhe dem është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, me qenë se peshoret duket se rregullojnë, diktojnë në anën e tyre, është një moment shumë pozitiv dhe pse keni pasur probleme nga e kaluara, por ky moment dhe kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme do thosha unë, për arsye ekonomike, për arsye pune, riorganizime të ndryshme që do të keni, por gjithsesi është periudha e kësaj dite shumë e mirë, duke pasur parasysh sepse ditë e shtunë zakonisht është çështje planesh në fakt, por juve i keni këto gjëra dhe qetësia dhe mundësia janë gjëra shumë të rëndësishme për jetën dhe vazhdimsinë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me peshorët dhe diçitet është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët, me qenë se akrepët tani për tani duket se kanë disa ndryshime shumë të mëdha në fushën e karrierës së tyre, por ndryshimet mund të bëhen dhe gjatë ditës, gjatë gjithë ditës mund të keni mundësinë ju, sepse është një kohë mjaft përcaktuese dhe shumë pozitive në anën tuaj. Por në anën e dashurisë duket se mund të keni pasur ca probleme të nga e kaluara me gafore dhe me dashje dhe diçka të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Çfarë ndodh me shigjetarët? Ku shigjetarët kanë mundësinë dhe kohën e dur dhe ku duhet pasur kujdes me ta. Në lidhje me shigjetarët kanë bezdi në mosmbajtja e fjalës, por në anën tjetër ka një mundësi tani që do të kenë mundësi ekonomike them unë, për arsye të punës tyre, për arsye të vazhdimësisë, sepse në rrethana të ndryshme jeni në kohën e dur dhe është një mundësi shumë e mirë dhe ndikuese në anën ekonomike financiare dhe në role drejtuese. Në çështjet që lidhen me role drejtuese nuk e diskutoj unë, se është kohë e mirë, dhe në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dëmtë dhe diçka parë, me ujorët dhe diçitet, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë bricapi. Me bricapët. Bricapët duket se kanë disa mundësi të arta tani tutje, ku çdo gjë mund të shkojë mbar, çdo gjë mund të arrihet. Arrihet nga ana e pozicionimit të planeteve, nga ana e ekonomisë, të stabilizimit, të komunikimit, të punës, të biznesit të mos është aja dhe zgjaxhanën, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur gjëra që nuk kanë qenë ashtu ku duhet, por vjen një moment tani që juve mund të zgjidhni gjërat ku dëshironi juve, sepse ndikimet janë pozitive dhe jo problematike. Ajo që do të keni, vetëm një gjë ju thotë Jorgo, që kjo ditë vërtet është një ditë që ka të bëjnë me punën, por mendoni pozitiv, jo negativ, sepse mos ngatroni vonesën me dështimin. Ka një kuptim kjo, në fakt, sepse do të duket se mund ta kishim marrë më përpara dhe kishim prodhuar gjithçka, jo. Më mirë vonë se kurrë. Ka disa gjëra që i ka lidhen me jetën. Dhe në fushën e dashurisë, bricapët janë shumë të ndikuar, dhe tepër pozitiv në ato çka kërkojnë. Dhe sidomos lidhjet që kanë bënë me Luan dhe me Binjak është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Me ujorët duket se tani e tutje keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur problematikat e juaja, por edhe pse një problem i vogël që keni pasur në anën tuaj në lidhje me një takim dhe është shtyr ky takim, dita e sotme nuk është se shihet për takime të rëndësishme, por shihet për vazhdimsinë, shihet edhe për korreksinë tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Luan dhe me dëmtë diçitet është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Me qenë se peshqit duket se tani e tutje është një nga mundësitë dhe kohën e duhur që ata kanë në anën e ekonomike financiare, në lidhje me ndryshimet që do të keni tani e tutje, por këta ndryshime rutinë, thosha unë, por me qenë se peshqit kanë një mundësi shumë mirë për zgjidhur problematikat e tyre. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me virgjëresh dhe me shigjetar është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 18 korrik 2000
e 26. Para se të ndarim bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrimet e tajura, kemi pikërisht të faqet roz këto. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin në sekretari dhe aty më dërgoni emailin pastaj që juve të flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Për ju që doni që në kohë të kemi deri për së drejtë me juve dhe doni të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Më njëherë po më të mirë njëra.